Pra, profesor, nëse një moment do të flisnit si hoxh dhe jo si profesor i edukimit fizik, do thoni që ky është Ramazani më me sprov. Është një faktor specifik që me do mos do të respektohet, ajo është sinceriteti. Nëse azhrimi është i sinqert, kam i dhanë rezultate. Mekanizmat që e pranojnë kësaj, është pak mund, Allahu pak na mundan 30 ditë, po ajo është mundim me vlerë të veçantë, që do të thonë kemi një ripërtrirje shpirtënore. Nëse është mënyrë sinqert i jep rezultat, nëse jo, devotshmëria është shumë larg. Prandaj këtu është një luftë e madhe mes materjes dhe shpirtit. Shpirti është i përjetshëm, është në dorë të krijuesit, por duhet të jetë i sinqert, që ti me realizu atë axhrim me rezultate sa më të larta cilësore. Cilësia është me rëndësi, jo kvantiteti. Prandaj, nëse në mënyrë të sinqert ti axhron, rezultatet jo të pashmangshme, domethënë depërton fuqia hyjnore, depërton ajo çka është mëshirë e krijuesit. Nëse jo, domethënë është i plagështa, domethënë nuk ka dhënë rezultatet çfarë duhet. Prandaj nuk ka depërtuar ajo çka është në përputhje me devotshmërinë, ajo çka është me metodologjik kuranore. Kështu që këtu është çelësi kryesor, se nuk pranohet nëse unë axhroj në mënyrë të pasinqert, ose vetëm një adet ta kryj shkel e shko, nuk ka rezultate. Prandaj aty është çelësi që cilësia më e lartë është sinqeriteti në axhrim. Domethënë është një mundim, ama është ripërtrirje shpirtënore, është përjetësi se shpirti është edhe në këtë botë edhe në tjetrën. Prandaj, ndërsa futbolli është vetëm këtë botë. Dgjoj, ajo është strukturë lëvizore, po lëvizje edhe është shpirtënore. Mirë, po nëse ti lun në mënyrë të sinqert, me vetë dominim, me humanitet, që sportin me e shfrytzu për cilësi të larta, për transformim, për zhvillim, për rritje, atëherë rezultatet janë shumë më të larta. Kështu që sa më shumë që e don, por sa më shumë që e don krijuesin, e don edhe aktivitetin, e don edhe jetën. Kështu që këto janë relacione që duhet me vetdijen e njerit, me sinqeritet, me ndërgjegje, me një humanitet shumë të lartë, që imani, besimi, me flej, me një urtin, devotshmërinë, kënaqësinë, emocionin, ndjenjen, krejt ato çka njeriu e don. E nëse nuk e don, domethënë rezultatet janë shumë minimale. Që kështu është ajo